Nuk janë mbushur as 3 vjet të plota nga koha kur mori zemrat e shqiptarëve me pjesëmarrjen e saj në Big Brother. Por sado që periudhi jo shumë e gjatë, shumë gjëra kanë ndryshuar për Vesa Vllasalir nga ajo kohë. Megjithatë, qiltërsia dhe energjia e saj pozitive mbeten të njëjtat. Lidha me Milindin, kurorëzimi, ardha në jetë e vajzës, planet. Për të gjitha, ajo fletësonte ekskluzivisht në Priveva Liberta Spahiu, moment ky që shënon rikthimin e saj në jetën publike, po reflekton super energji. Unë e punina shumë mirë, jam shumë e lumtur, është ëndra më e madhe që e kum pas më kunon, edhe ma ka plotsu dëshirën të Zoti, edhe e kam një vajzë shumë të mirë, shumë të shnosh. Do i marrim gjërat me radhë, që nga njohja me Milindin. Na jena konë darsmën Adet e Lirianës. Në fakt, para darsmës, nashta kërë konë të u bogrimin, ma bajt i Lirianës, sot të keme gjithë fatin e jetës. Keme martu me ta, keme bo fëmi me ta. Ta shpa pa qishja. Shkum tani mbrami e ndarë, se vore të këshyrë, ole ma e gjatë, dhe qishna, s'pas ta me gjithë fatin që shtoj ke i Liriana. Edhe bësh një hajgare me shoqni, dollim jashtë edhe ma bo një Arlinde, hej, vis, hajde bojna një foto për Instagram, ta është në regull. Edhe ja nisi me bo një video, hej, për jo thot Vesa, diçka s'ka ka pas thonë, edhe bëna ma të video, mas na 70 minuta, hej Ves, fal, hajde shpejt, edhe shkova te Arlinde edhe ma tregoj një video. Okej. Edhe thëjke Mirlindi, po që ka dhe prej meje. Dhe thani, ja kun këthy me kiss baby ma bajke. Edhe hina ndoshtë më knaqë, unë asë mend nuk i patat aty, edhe i kishë që edhe diçka, po s'kesh më aty, edhe s'kesh më ngjarje. Edhe unë do këtë mas një ditë 2, ko me 16 tetor. Ma më shkrujtja Alindi për diçka për një intervist me bo. Edhe për qatë intervistën e veta, nëse është single shit, nëse po më pëlqen, se shumë simpatik. Thëjke, oj Ves, edhe ajo më veti për ty, po i thash nuk i qatë shoqët. Thash, po pse mu aprish me në fatin. Edhe, qështu ka lind mua veti. Edhe nisën bisedat, edhe qështu. Tash, gjithmonë është një detaj që ta merr zemrën kështu në shikim të parë. Ose është fizik pamje, ose është sjellje në qëndrim. Në këtë rast, me Milindin, çka ke detaj që ta murë zemrën ty në fillim? Që t'hajgaren që ma pësheja ka bërë, po që ka dhe prej meje, që shë buni me video. Se di qysh na njerëzit nuk e bojnë dhe meshkët, sidomos nuk e bojnë. Edhe sidomos kur janë nisën me shkrujt, unë ka shkrujtën për ditë. Unë ka pytën qysh jam, unë ka thirë, se zakonisht me shkojt thojnë, mës t'ja këthej me njëherë. Ajo mi ka këthej fjallët me njëherë, unë ka shkrujt një pari, edhe që kjo më ka bëlqyrë se më ka kushtu vëmendjen, që kum pas qef më pas vëmendje, edhe që ajo kum pika që më ka rënë sy që më ja ka nisë më bëlqyrë. Mande, a e majte pak shtu pending, e majte pak vjerë një periudhë deri sa e nisë zyrtarisht me kom bashk, sidomos të pas parasysh edhe distanca, ose e ka bët vetën, ha? Na jena po shpesh, edhe pse distanca o kohën, a i në Rusi, unë në Kosovë, qatë kohë unë kom Kosovë, po jena po se vike për komtare, edhe qysh sa na ra, a ju pat konë në Romë, në tetor, u pat konë në Romë, se pat u konë i blendu, edhe jena ta konë tetor, me një renë masi jena njëftum doket mas 4-5 dite, edhe na ra në 2 javë mus mu pa, tani u pa në Shqipni, lojnë që këllum ku më hadrë me Ilirianë, që jena përfull, po si jena përfull se vëp meje, edhe me një renë erë dimre, një muj u kohë nejnë Kosovë, unë një muj me ta kom nejtë, që aty tani ka lindë edhe shumë shpejt, bile. I kena bo shumë shpejt familjarisht. Ta shpudojmë të këtë pjesa familjarisht. Unë i di që ti e një qikë serioze edhe e ki shumë të rëndësish me pjesën e familjes. Ne kena pa dhe në Big Brother se sa shumë je lidhë me familjen tone, do më thonë sa shumë rëndësi kam për ty, mami, babi, vllau, kunatën e qetë shpesh. Të najmë të këtë pjesa e familjes, nashta kur ja prezentove, cili ke menimi, cili ke qëndrimi tyne,
Cili për juve dyve pat nashta pak ma shumë siklet në takim të parë, se e ka të vetë, normalisht, pjesa e takimit të parë. U kon, për fillimit unë i këmë thonë lindit, unë nuk po du me zgat, i këmë thonë bile, nëse mas një vite nuk fejomi, nuk martome ose nuk bo me fmi, unë e kry. Të ka papa qështë jo. Kur kesh dimre tani këto me ta, kom njëftu shumë shpejt familjen e vetë, edhe diqysh na më kanë thonë sa shkërkosh në shpe, veç vllaznia ku nota, veç kur ju konë edhe prindrit e vetë në shpe, diqysh na si unë konë ase pregadit, po unë ma shumë ju konë pak në siklet, se lindi i ka taku familjen tem në Zvicër. Ka ardhë ekstra në Zvicër, ka nejt 2-3 dit, edhe shumë shpejt ka lind edhe familja jem e donë shumë, edhe shpërsoj që familja vetët e mundon. Amo e shprejin, thirrin, shkrujnë, e që ajo ka rëndësi, se i për një me edhe me kunatat e mija, edhe me vllaznit e vetë, i qoj mirë, e kam raportin mirë. Përgjatë asaj periudhe të fillimit, ndodhte të krijonin lajm me follow unfollow. Jo, kena hejt në njën e tjetër follow, diqysh na jo ekstra, po për moment, jena u idhnu, qatë moment e hekëm, qatë moment apet i bënëm follow, po e kopi dikush qatë shpejt edhe thajshin që sa ku e kanë hek follow-in, në kona sha 2 minuta, 3 minuta. Edhe min herën u përfol që jena ndo, e si jena ndo kur. Që ati momenti që kena nis me fol, si jena ndo. Ka njëherë shkruun e keq kuptomi, sidomos unës që s'di mu shpresh shqip mirë, ajo pak tani po ta i nervoz, unë e bu nervoz se u bu nervoz, qështu, amon ma shumë sebeb distancës që s'kuptomi. Vesa dhe Milindi tashmë prindër jetën do e zhvillojnë për disa vite në Rusi, atje ku nga i pritet të jetë on top si lojtar, si që ka qenë deri tash. Unë mendoj presja është me mu hala ma shumë gulla po ban, po për momentin më duket edhe unë jëm kun pak fajtore që s'ka bu golla, se o të t'ka edhe për mu që jëm kun qëta zonë mujt e fundit, po shpresoj që tash që rekthejet, kur të kthejet në Rusi, që kthejet maj fort se e ka qikën, po edhe që tash ti që kesh në Rusi, do me thonë, jena zhvendos krejt atje, po unë e kom di në Zvicër, jam të i mbaj kontrolën e qikës në Zvicër, po kena më këthy në mars kismet. Prej 2 muaj tashmë Vesa është nën e bukuroshës Miresa, por pritën e ëmbël ai e mbajti gjatë pa zhurmë, me foto të vjetra. A u harxhuan ato? Unë e kam disa foto kështu që s'më kishin harxhu kur, po e vrejshëm për flogve, po e kina bu ma shumë për mësysh, u kënë diqysh na bëjmë fillim ma qëtën me njëherë diqysh zi qysh e morin vesh, edhe pisyni keqbe, po qëta dzanit lete ku pas në fillim, kështu me vjellje është normale, po ka fundi, ka rrit apetiti, e këm shtu këgja shumë. E që aty tani janisa edhe mos me mujt ma, këm pas dhimbje shumë. Veç dorën zemër nuk vedi sa i kështu, po me sa po e shohën që tash, bëhet fjallë për një Vesë që u kthy kogja shpejt në formë. 77 kila ju më konë ditën e poshtë të zanijës. Ditën e fundit 7 zanijës para se me lind ju më konë 115. Mashallah. E ta shumë 91. Super, pas kera kogja shpejt. A po ruesh, a qysh fa regjimi po ki? Ja, valla po ho. Se i kisha ikna 7 kilat më shpejt, po jam po ho. E kam qikën, duna me qikën, me djetë së është mirë, po kisme duna me hek edhe qëto kila. Emri i veçantë i vajzës është ide me lindit. Na kena pas në fillim një emën tjetër, po s'po e kallzoj që të emën, se nashta bëhet fëmija dytë, nashta kena 5 vajzë. Në lindin e dhe të menu, të fol me ChatGPT-ën, e ka bashku një emën vetë edhe e ka pyetën ChatGPT-ën çka do me thonë. Edhe tha që të emën po kam qef. Edhe i pat na pas thonë fillim, vendos e ti se është qika parë të tim ki thonë që po ki qef qik. Dul që ashtu,
edhe e boni një emën mix me të vetin, 3 shkronjat e parë të vetin edhe 3 shkronjat e parë të mit. Shumë mirë. Për sa i përket tash si nanë, po më intereson çfarë nanë është Vesa, për shkak se na ta njohim karakterin tënd, energjinë që je gjithmonë pozitiv, që domethënë pavarësisht sfidave, pavarësisht kriteve, gjithmonë e ke forcën, e ke treguar në Big Brother, domethënë je kon për grupin, je kon për shoqëninë, edhe në Big edhe mas Bigut, për njerëzit e tu. Qysh je si nanë? Tash janë 2 llojet nanave. Janë ato nana që nuk e kanë shumë stres, domethënë mujnë me ajon çikën, për shembull vjerrës, edhe ka si nana që do mi bo kitë punë të vetë, jo mos e prek, mos ju afro, çfarë është Vesa në këtë rast? Në këtë rast unë e kam çikën gjithë me vete, për arsye mami edhe babin patën lënë shumë të vogël, në dorë tretë, që me të thonë, unë kanë këshirë dadot, unë patën këshirë gjyshe, këtë pjesë e vujnë sot hala, edhe për këtë arsye nuk përdu me bu gabimin e njetë, se tuta që po bën diçka që se kum po one, se vajza është 2 muj, edhe po kesh për mashallah, për që atën, po nashta kur të rritet edhe pak e lo. Për 1-2 ore kisha lon, po të ditën si sot e mora të ditën me veti. Do më thonë jetë senet që ki me pas senet në kontrol, edhe në raport me vajzen. Po. Po më intereson pjesa e mirëlindit. Edhe kur folin për baballarët, janë 2 lloj baballarësh. Janë këta pak ma klasik, ma tradicional, që s'është që prekin, s'është që ndrojnë pampersa, s'është që kështu, edhe po janë këta baballarët modern që po i nimojnë koqa shumë nanave. Në këtë rast, duke ja ditë edhe punën, duke ja ditë edhe këtë angazhime që i ka, çfarë baba është? Në fush është shumë luftarak, është shumë i gjallë. Në këtë rast, si prind, qysh e kështë definu personin e zemrës? Ditën e parë, ai u tut ekstrem. Po, heshtisha me kap qikën në dorë, pse për një me u tut ka thaj ke pëtunat se përvroj se shumë e vogël. Në fakt, nuk u konë qa që e vogël, po me të kallëzu drejt u mnimon. Sidomos kur kur të më shifmi, e ndronë pampersin, veç i thëmë, ka nevoj me ndru, ani që po qoda. Unë një ma me la qikën, unë një ma me shqy, unë një ma balla, është burre që një ma. Shumë gra përjetojnë pas lindjes depresion. A ishte ky rasti i Vesës? Kështu jo, po edhe po. Në vetja s'po m'belqem, o që shumë ka belqy, që kjo faza që më do këtë gjdo femene, ka si belqem trupi, si belqem o ftyra, kështu nuk është që kum ra depresion, jena tu uthu me qik. Kjo besë udhtimi për ta animon shumë, ha? Po, edhe është që kum përkrahin krejt, që kjo ka shumë rëndësi. Do me thonë, kur kam nevoj për ndim, një mujnë, edhe nashta shumica që bim depresion nuk i kanë atë ndimin prej familjes ose prej shoqnive. Unë e qëtan shoqër zotit e kam. Me shoqëri të mirë, gjithçka bëhet më e lehtë. Definitivisht, se jam të menu për u konë, jënë konë qërshor, jënë konë zvit, jo në qërshor maj, jënë konë zvicër, edhe më kanë thonë po vjen Kosovë, hajde të na. Më kanë marrë për Zvicrës, më kanë pru në Kosovë, edhe kum nejtë të ta. Kum nejtë të këta, jena shku në Shqipni, kena nejtë edhe në Shqipni, patarët tani edhe Shqipja. Edhe jena shku tani me këshyndeshjen, në fakt, veç une, jam shku me këshyndeshjen, ata ju më këthy, kam pas koncertet, jam shku me këshyndeshjen e Serbis, me vlaun edhe me dajen, po kështu jam konë gjithë me mu. Edhe më kam përkra, më kanë i mu. Sidomos Adri dhe Iliriana, se gjithë më hajke, ata mi njëre në bojshen e lëpshin. Kudo që e kalon të Vesa, prezenca saj ndjej, pasioni për veturat ishte një ndër pikat që e veçoi. Tashmë, a kanë ndryshuar prioritetet? Jo se edhe burë jam e kokerën e mirë. Në Kosovë jam të jam marrë këtina. Tash nuk po bëjnë si Vesa, po që Mirlindi, po së është Mirlindi po jamone. Po, prapë se prapë i du kera të shpejta, po pak ma ka dole se e kom tash miresën kërë, po prapë se prapë i du. Edhe apet kesha bledja që trejtë. Vesa me ndon rikthimin më aktiv, por sigurisht që vajza mbetet prioritet. Tash po pe kushtoj kohën për qik, po
për të ardhmen, apo e kom qef me bo diçka, po prapë po kam qef veten me majt, jo qëta si non, që është bohe ndoj influencera, tani veç qika, ose djali, që të pjesë nuk e du, se mu më kanë përkra, më kanë bo follow si vesa, single, si vesa, me vetura qëtrejta, me tesha qëtrejta, me qkas, e që ta përdu edhe pak me majt, edhe ka njëherë nashta përbaj, se po interesohen, po më shkrujnë, edhe pi javë këthej. Kanë vetë ma e di, për kur jemën të shkrumët kanë vetë për qëmsh, kanë ljollë, qao puna pëse pja për dorë, është indalum, së është indalum. Po, çdo vend, çdo shtet e ka formulën pak ma ndryshe, recepturën, se formula njëjtë, po receptura pak ma ndryshe, nuk janë prodhime në çdo vend njëjtë, e qysh mi ja spjegu shqiptarit, për që ata e lash, i që e isha linkot, edhe e kom thonë, nuk folje ma për qumsh. Po dasëm, a duket? Darsmja ka ma ardhë kismet, Okej. të martum jem, kështu që shumica që e thëshin kjo qish me bo fëmijën si janë të martum, edhe bjen në një kam, po darsmja ka ma ardhë kismet, qashta këshirë me, 2026-a? inshallah, shpresoj, t'jap informacion ma vonë. Intervistën kaq pozitive me Vesën që na kishte munguar e mbyllim me pyetjet e shpejta. Vajza po dëgjohet u kajt, pyetja e parë rastësisht koka. Kush bën ma shumë panik kur qënë vajza, ti a Mirlindi? Mu pasun që është Mirlindi, qëto ishtë shumë i njerë. Ishtë shumë i njerë. Unë e di që është e lotë, ka nevoj me flajt. I kom mësuar, nëse mu ka ra pak me nejtë ma shumë, po Mirlindi është shumë. Kush i bën më shumë dhurata tjetrit? Dët. Për një me dët. Qëta është i këta shqiptari me njën thot, je kjo bez banë, po dët bojna, po është një sen që Mirlindi i hup ose i prish dhuratat e mija. Okej. Gjë. Cila është dhurata më e veçantë që e ke marrë për ti? Vajzën. Kur jena të vajza, e përmen edhe jetën e shtrejt, e përmen edhe këto shpenzimet, e ke përmen faktin që ke pas shef me ndrukerët, me tash nashta kanë ndru pak prioritetet, po kush bën ma shumë shpenzimet pa nevojshme? One, definitivisht one. Për qik, definitivisht për qik, jam të ble, one... Lidhe pa lidhe, vynë që ka zvynë, a? Po. Kush është ma i rrept kështu në shpe? Jeta ime... Edhe që jam në intervjistë dhe pra po thirë. A mja qela pret? Ja, pret. Shkurt. Kush është ma i rrept në shpe? Se di. As njoni me gjas. Ja. Kush kërkon falje i pari kur keni najt debat vogël? Në varet çfarë debati, po edhe këto dët. Kush bëhet ma shumë xheloz mes juve dyve? One. Hala, a? Halo. Nuk është që gjelozoj për naj femën a naj sen, po gjelozoj që lunë PlayStation. Koha, a? Koha. Se me lunë PlayStation. Pa hese që to jeme mu. Po, për që se sa. Kush zgjohet natën për vajzën? Dët. Cili të nina, a? Cilët e ninja dhe i ndryshojna. Njëherë ona, njëherë kë. Shambull shumë i mirë. Kush shpenzon ma shumë kohë në telefon mes juve dyve? Mirlindi. Definitivisht, Mirlindi. Edhe pyetja e fundit se po me telefoni, pa përgjigje, kush është për juve dyve ma romantik Vesa? Mirlindi. Definitivisht, vesht Mirlindi. Unë surprizon me lule, me... Jo veç me dhurate, po edhe me gjeste që shbon. Unë thot, hej, që u bënë o gati, po shkojna dikon, ose është edhe romantik që unë thot, s'ki nëvoj mu ndresh, s'ki nëvoj mu lyqat shumë, unë bën komplimente, e sidomos për momentin kam nevoj. Vesë nuk knaqqa shumë e ty, do më thonë më ktheve në kohën e Big Brotherit, energjia është e njëjta në atë aspektin që veç edhe ma mirë në fakt po rezonën. Ke shumë kënaqësi me bisedu bashkë, kemi nda krejt të rejat, më po të falenderoj shumë, që na ke zgjedhur neve për këtë intervistë ekskluzive edhe po besoj, s'po di, nashta se di kur është dasma, po
Mos ta minë se e ki ftesën. A, e kom ftesën. A me kamera pa kamerë të di që tash? Me kamerë. E nxjerra dhe histori. Faleminderit shumë e dashur, kënaqësi shumë e madhe. Shumë faleminderit prej teje për gjithçka, edhe s'ta harroj kur, edhe unë kënaq.